Nxënës të klasave të para dhe parafillore të shkollës fillore Abdyl Frashëri sot shënuan ditën e abetares dhe 1 qershorin, ditën e fëmijëve. Me rastin e festës së 1 qershori që festohet si dita ndërkombëtare e fëmijëve, një ditë e veçantë që i kushtohet më të vegjëlve të shoqërisë sonë. Kjo ditë nuk është vetëm një moment për lojë dhe argëtim, por edhe një mundësi për ditën ndërkombëtare të fëmijëve, që u vendos më 1 qershor në kujtim të konferencës botërore për mirëqenien e fëmijëve, mbajtur në Gjenevë më 1925, kurse po këtë datë nxënësit e klasave të para e shënojnë edhe si dita e abetares. Një manifestim madhështor sot për këto dy festa bashkë qindra nxënës të shkollës fillore Abdyl Frashëri e shënuan këtë ditë me një organizim madhështor në praninë e qindra prindërve dhe pjesëmarrësve të tjerë. Këtë manifestim nderoi edhe drejtoresha e DK-s në Prizren, Lorieta Veselaj Gutaj, e cila duke përshëndetur këtë event tha se nuk mund ta kalojmë as edhe 1 minutë pa fëmijët tanë, dhe ata janë vetardhmëria e Kosovës. Fëmijët janë dritë e jetës tonë dhe pa ta nuk ka kuptim asnjë ditë me fillu mëngjesin. Andaj, çdo përkushtohemi që t'ju krijojmë kushte sa më të mira, jo vetëm infrastrukturore, po dhe profesionale dhe të sigurt që secili i juaj të ndihet i sigurt në ambientet e shkollës. Bashkarisht me drejtorin në zyrën time kam takuar përfaqësuesit e klasave të para dhe secili nga ata ka shkëlqyer ide se çka do të jetë në të ardhmen. Njëri ka thënë jam doktor, tjetri ka thënë inxhinier, dhe kështu me radhë, dhe këto janë plotësimet na japin çdo ditë motiv punës tonë të përditshme. Andaj sot du mi falenderu përzemërsisht mësuesët të cilat vërtet me përkushtim, profesionalizëm dhe dedikim punojnë çdo ditë me fëmijët tanë që ardhmja jonë të jetë më sigurt dhe më ndritur. Këtë manifestim e përshëndeti edhe drejtori Alajdin Flugaj, i cili me këtë rast ka uruar këtë nxënës dhe tha se sot këta fëmijë dinë të lexojnë e të krijojnë fjali të shkurtërta. Andaj uroj që këta fëmijë të kenë suksese në jetë dhe mësime. Ditën e parë kur erdhën këta fëmijë me çanta në duar, hynë me hapa të vegjël dhe hap pas hapi në mbështetje të mësueseve, në përkrahje të plot të prindërve, arritëm që sot ta kemi një festë madhështore. Pjesë e këtij suksesi të kësaj feste jeni edhe ju prindër të nderuar, të cilët me net të gjata keni ndetur afër fletoreve librave të fëmijëve tuaj që të mbështesni që ata sot të kenë rezultate. Një falënderim të veçantë mësueseve, cilat kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, me duri, dashuri dhe vullnet, sot festojmë festën e klasave të para. Po kështu, festa 1 qershorit e shënuan edhe nxënës të parafillorëve të kësaj vatre arsimore, ku edukatorët e kësaj shkolle kishin përgatitur një program të pasur me këngë, recitime dhe vallëzime. Momenti kur këta nxënës i lëshuan balonet ishte një pamje madhështore, ku për këtë manifestim drejtori Flugaj ka falendëruar edhe kompaninë ABI Qershia për kontributin e dhënë për shënimin e këtyre festave. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.